Gjesi thyen rekordin botëror në Big Brother VIP Albania. Ja për çfarë bëhet fjalë. Gjesi banori nga peja i Big Brother VIP Albania duket se po thyen rekordet çdo ditë më shumë. I spikatur që në pjesëmarrjen e tij në Big Brother VIP Kosova dukej se vëmendja mbi të vetëm sa kishte filluar, teksa pasi doli pas një televotimi të fortë, teksa u quajt një finale parakoshme me Drejlonin, Gjesi shokoi këdo teksa u fut në Big Brother VIP Albania, e me të futur ai hyri me njëherë në histori duke thyer rekordet e tij që nuk mbaronin. Një video ku Gjesi njoftonte hyrjen në Big Brother merrte mbi 2 milion shikime, 86.000 pëlqime dhe 12.000 shpërndarje, duke qenë një rekord i asaj kohe, e më pas rekordet e tij brenda vendit vetëm sa po rriteshin, teksa së shpejti kaloi 2 bilion hashtagjet në rrjetin e TikTokut, duke thyer edhe rekordin e Luiznit. E jo vetëm kaq, pasi ai ndihmoi edhe produksionin e Big Brother VIP Albania pas një fillimi tepër të dobët në shikueshmëri, duke arritur në 380.000 ndjekës live, një rekord për të gjithë kanalet shqiptare. E duket se tani më ai nuk është mjaftuar me kaq pasi ka thyer një rekord tjetër botëror. Vetëm pak ditë më parë i theu rekordin shqiptar që ishte 134 ditë brenda izoluar në shtëpinë e Big Brotherit, ndërsa tani më ai ka thyer rekordin botëror që është 149 ditë brenda shtëpisë, një fitues i padiskutueshëm teksa askush nuk e mendonte që të rrinte kaq kohë brenda një shtëpie në stresin psikologjik që ajo ka. E të shumë kanë qenë edhe fansa që e kanë përgëzuar, e madje disa kanë thënë se Gjesi tashmë është si të rrit disa muaj në burg, e disa të tjerë kanë thënë se Gjesi e meriton më shumë se kushdo fitoren e këtij edicioni. Edhe në sondazhet e bëra ai del në vend të parë, teksa duket se ky vit çmimi i madh do të shkojë në Kosovë.